Shikues të nderuar, përshëndetje, flas drejt për drejt nga studio numër 1 e emisionit Frontal, për studio emisionit Frontal, me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe me biseda në studio dhe lidhje direkte. Sot janë bërë 27 vjet nga masakra ndër më të mëdha që kanë ndodhur në Kosovë, pra gjatë lutjes, pra masakra në Krushën e vogël. Dhe sot ka pasur aktivitete të ndryshme në fshatin Krushë. Në mesin e këtyre aktiviteteve ka qenë edhe rivarrimi që është bërë një djalë i ri 15 vjeçar, djali vetëm në familjen, pra eshtrat e tij ishin gjetur më herët, mirë po nëna e tij kur nuk ishte pranuar që ta varroste me bindjen dhe me besimin e saj se djali i saj një ditë do të kthehet. Realisht ajo vdiq duke pritur djalin e saj e tek pas vdekjes së saj, sot është vendosur që të varroset 15 vjeçare. Për të diskutuar për këtë histori, por edhe për histori tjera që lidhen me banorët e Krushës, në pjesën e dytë e emisionit Frontal do të flasim me Agran Limanin, banor i Krushës së vogël, i cili ka përjetuar edhe në lëkurën e tij krimet që kanë ndodhur në këtë fshat të Kosovës. Ndërkohë në pjesën e parë të emisionit Frontal do të flasim për sport. Dardanët tashmë kanë udhëtuar drejt Bratislavës, atje ku pritet sonte të zhvillohet ndeshja vendimtare për kualifikimin e Kosovës në botror, dhe pas pak ta kemi një lidhje direkte për të parë atmosferën që po mbretëron atje, për shkak se një numër i madh i dardanëve, i kosovarëve edhe nga Kosova, mirë po edhe shqiptarë që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian kanë udhëtuar drejt Bratislavës, dhe në lidhje direkte do ta kemi Lulzim Berishën, kryetar i tifogrupit Dardanët. Sigurisht gjatë kësaj magazini informativ do të keni mundësi që të njoftoni edhe për zhvillime të tjera që kanë bënë me partitë politike, për shkak se pas vendimit të një dite të mëhershme të gjykatës kushtetuese, partitë politike kanë mbledhur pra forumet e tyre për të diskutuar se cili do të jetë vendimi tash e tutje pas asaj se çfarë ka vendosur gjykata kushtetuese në raport me dekretin e presidentes. Sapo ka përfunduar pra mbledhja e kryesisë dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ky subjekt politik do dalë me një qendrim sa i përket qendrimit të tyre, ndërkohë është duke vazhduar edhe takimi i Këshillit Drejtues të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Gjatë kësaj magazini informative do t'ju njoftojmë edhe për këto takime dhe për këto vendime që kanë marrur këto parti politike. Por po nisim këtë emision informativ me titujt kryesor. Vetëvendosja e mirëpret vendimin e gjykatës kushtetuese, opozitarët zotojnë se do ta respektojnë atë, PDK e AK mbledhen organet e partisë. Vazhdon gjyqi për vrasjen e Lirdona Ademajt, Granit Plava trondit me deklaratën, thotë se edhe Bexhet Paculli ishte në dieni për rastin. Gjenden Eshta në Rahovec dyshoi se takojnë personave të zhdukur në luftë kërkoi drejtësi për të vrarët në Krushë. Sonte në Bratislavë zhvillohet ndeshja vendimtare për kualifikimin e Kosovës në botror, pritje për fitore. Atmosfera zjarrt edhe në Poloni, mirë po edhe në Slovaki, drejt Bratislavës kanë udhëtuar tifogrupi Dardanët, mirë po jo vetëm ata, edhe qytetarë të shumë të Kosovës, të cilët jetojnë në vendet të Bashkimit Evropian, kanë udhëtuar drejt Bratislavës për të qenë dëshmitar të një ndeshje, mbase edhe një fitore, të cilën shpresohet dhe pritet që ta ketë Kosova. Mirë po, besoj që do ta kemi në lidhje direkte tash Lulzim Berishën, kryetar i tifogrupit Dardanët. Nuk e di nga regjia një konfirmim nëse kam në lidhje direkte, por përderisa të lidhem pra me zotin Berisha, shkoj me pamje pa koment që tregojnë atmosferën që po mbretëron atje.
Pra e pat atmosferën që po mbretëron në Bratislavë, vedje që në kanë ardhur nga atje, mirë po tash për të parë se si është atmosfera aktualisht në lidhje direkte e kam Lulzim Berishën që është kryetar i tifo grupit Dardanet. Në gjithë këtë zhurmë, me këtë atmosferë shpresoj që do të më dëgjoj. Përshëndetje, Lul. Nga Prishtina dhe një falenderim për atmosferën që po na sjell nga qyteti i Slovakisë, atje ku rrugët janë mbushur me qytetarë, me Dardan, të cilët veç e kanë nisur tash festën drejt fitores, besoj. Përshëndetje, zoti Loni. Përshëndetje. Përshëndetje. Falni pak, atmosfera është pak vjen keq që nuk mujta me ju inkuadru me njëherë. Jo, shumë mirë ke se... Po të zotron një zhurmë e pa pome në Slovaki, në Evropë. A është kjo atmosferë, kjo zhurmë e pa pome, si paralajmërim për një fitore? Falim, do të mu largu pak prej turme, sepse nuk po ndëgjona. Vjen kesh një minutë, falni. Pra jemi në lidhje direkte, do të vazhdojmë të jemi në lidhje direkte me kryetarin e Dardanëve, i cili po na sjell atmosferën nga kryeqyteti i Slovakisë, atje ku qindra shqiptar nga Kosova, por edhe vende të tjera të Evropës janë mbledhur në Bratislavë pak para fillimit të ndeshjes. Realisht ndeshja është në orën 8:45. Mirë, po atmosfera ka nisur qysh herët, nuk e dini se Luli po më dëgjon tash për të na treguar edhe nga ai të marrim emocionet e tij, mirë po edhe të tifozërisë kosovare që tashmë është zjarr në Bratislavë. Zotri Loni, edhe në herën nëse është të mundshme me përsërit pyetjen, çfarë do pyetje që keni, sepse është zhurma e shumë edhe nuk po mund me dëgju. Është e kuptueshme, por ajo që po më intereson mua është, edhe pse po shohim, por ti aty do na tregon disponimin që e kanë tifozëria Dardane. Po mendoj që disponimi veç po shihet dhe po mendoj që nuk ka sens që shpjegon disponimin e shqiptarën tonë si, që mendoj që është njëri prej sene më të mira që posedojnë shqiptarët, domethënë atë dashuria për këtë kombëtare, për këtë shtet, për këtë vend, që përkon pikërisht me marsh që ka qenë shqiptarë, intervenimi NATO-s, lufta o shkës, shmorët e kombit, marteret e luftës, dhe gjitha këto që përkojnë në këtë muj të shenjtë të shqiptarë, kësha me thonë. Sonte besoj që kurorëzojmë edhe me fitore. Unë jam optimist dhe optimizmi jam është nështë ka njerë dhe i të prumë, por besoj shumë në fiturën e Kosovës, sepse besoj në këtë vend, kom besu në këtë vend, rinini akum falë këti vendit, vazhdoj edhe në këto vite me kontribu, sa do që po mundëm, edhe pse këtu po më bizletron kisha me thonë, një shësi nështë shumë i denjë dhe është shumë ftoft, që kisha me thonë që është kështë ftoft, mirë për shqiptarë së një dalin për këtë tashorit rrasës. A ka shumë tifozëri Dardane që kanë ardhur? Nga Kosova dhe diaspora, të nësi, sepse besoj që Kosova dhe diaspora e një, janë dikon rreth 1000, që menoj që me inkuadrimin edhe diasporës ku kanë mundësi me blet bileta, jemi dikon rreth 5.000 apo 6.000 njerëz shqiptarë që jetë në përgajt Kosovës.
A ka pas diçka? Lini edhe sfond, unë po besoj që pak po të trajtojnë edhe emocionet, mirë po menoj që është një hapi atmosfera më të mirë nështë na herë të pomën e Evropës. Të menoj që besojnë dhe shpresojnë në fiturën e Kosovës, sepse e meriton ky popull. Qysh po ju presin atje? Po, me gjitha njëri që kemi, Federata e futbollit ka po gjitha përgatitjet dhe lojtarët janë gjithë të mendimit që ta japin 120% në këtë lojë, sepse menoj që në shumë sfera e meritojnë edhe që ata djemë që luajnë të dhe në tonë si njerëzit. Unë menoj dhe e kom thonë edhe në deklarat pak ma hershme për martirët, për veteranët e luftës, për dëshmorët, për gjithë ata që janë e fushë duhet të japin ndoshta 200% në vetës, që me 31 mars të jemi në finale, besojmë në kualifikim, besojmë në lojën e parë Kosovë-Amerikë, ku shtetësia Kosovës është vullues pikërisht nga i shtet, dhe besojmë në gëzimin e tonë gjeneratave të kësaj Republike. Lol, faleminderit shumë edhe për këto emocione që na solle, për shikuesit e televizionit të shkollës, por edhe për atmosferën që na solle. Respekt dhe forca Kosova përjetësisht. Faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit frontal dhe na solle këtë atmosferë nga kryeqyteti i Slovakisë, atje ku më shumë se 1000 dardan kanë udhëtuar drejt Kosovës, shumë të tjerë do të shkojnë edhe nga vende tjera, pra vendet e Evropës ku jetojnë shumë shqiptarë, pra numri i tyre mund, siç tha edhe Luli, do të jetë më shumë se 5000 vete, të cilët do të jenë në stadium atje ku do të zhvillohet ndeshja në mes Kosovës dhe Slovakisë. Shpresojmë dhe besojmë në një fitore për të nderuar, siç tha edhe Luli, për të nderuar ata të cilët kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës në muajin mars, pra muajin e lavdisë. Për këtë arsye ne shpresojmë që sonte do të fitojmë në këtë ndeshje vendimtare për Kosovën. Ndërkohë, ne emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim jo për atmosferë dhe për atë disponimin që mbretëron atje, mirë po për krizën politike që po vazhdon tash e saku në Republikën e Kosovës. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese një ditë më parë për shfuqizimin e dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërbërjen e kuvendit, Partia Demokratike e Kosovës ka mbledhur kryesinë dhe grupin parlamentar të saj. Mbledhja me dyrë të mbyllura e nisur në orën 14 ka përfunduar para pak çastesh. Edhe Këshilli i Përgjithshëm i Aleancës për Armiqësinë e Kosovës është mbledhur qysh në orën 16 dhe takimi tashmë i këtij subjekti politik ka përfunduar. Paranisjes e takimit zyrtar të partive treguan se do të diskutojnë për zhvillimet aktuale në vend dhe qëndrimet të tyre pas vendimit të gjykatës kushtetuese, të cilat do t'i bëjnë publike pas përfundimit të mbledhjes. Televizioni të shtatë ka kontaktuar edhe nënkryetarin e Listë Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri për të marrë një përgjigje nga ky subjekt politik, nëse kryeministri Kurti i ka kontaktuar për të gjetur kompromis për çështjen e presidentit. Lutfi Aziri ka thënë se janë bërë vetëm 12 orë nga vendimi dhe ende nuk ka ndonjë zhvillim sa i përket pyetjes që i është bërë. Pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës është deklaruar Vlora Qtok. Ne patëm mbledhjen e përbashkët të kryesisë dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Vendimi ynë sot është që do të thrasim mbledhjen e Këshillit Drejtues brenda pak ditësh, ku do të diskutojmë për aktualitetin e rënd politik në Kosovë dhe ku do t'i marrim vendimet për veprimet e ardhshme politike që na presin. Edhe njëherë, faleminderit shumë, siç e dini, jemi deklaruar edhe dje, PDK respekton vendimin e gjykatës kushtetuese dhe po besoj për secilin që ka njohur dhe ka ndjekur aktivitetin politik të PDK-s, respektimi i vendimeve të gjykatës për ne asnjëherë nuk është çështje diskutimi. Edhe Aleanca për Armiqësinë e Kosovës apo ka përfunduar mbledhjen e Këshillit Drejtues, para gazetarëve ka folur Ardian Gjini. Aleanca i vazhdon zgjedhjet e veta të brendshme statutare në të gjitha nivelet e organizimit vet, e cilat do të përmbyllen në një afat pak më të shkurtër se që para pa herën e parë, që në vend të datës 6 qershor e kemi datën 24 maj kur duhet të përfundoj
i gjithë procesi, gjitha strukturat e aleancës, gjitha komunat, në gjitha dejnë, ju urojmë sukses në këtë proces. Për ne është proces jashtëzakonisht i rëndësishëm. Hymë për herë të parë me zgjedhje për kryetar të partisë në cilën kryetari Haradinaj e ka deklaruar mos kandidimin. Edhe unë shpresoj që këtë moment i cili nuk është i lehtë për aleancën, ta shfrytëzojmë, ta kthejmë fuqi, ta kthejmë forcë elektorale edhe të arrijmë rezultate sa më të mira. Unë po besoj që kemi pasur rezultate të jashtëzakonshme. Zëvëgjina, një të ka shumë nëse merë një ftesë tash për vendosur për të diskutuar rreth një emri për presidentin, me qëse dihet se tash do të duhen mbasi edhe në shkrimet e AK-s për të nominuar një të tretë, me qëse dy vetë janë të nominuar. Nuk e kemi diskutuar fare këtë çështje në këtë mbledhje të Këshillit Drejtues. Nuk besoj se do të arrijmë deri te një situatë e tillë. Ndërrojmë atyre informacione dhe flasim për një proces gjyqësor që po shkon drejt fundit, pra fjala është për procesin gjyqësor për vrasjen e Liridona Ademajt. Sot ka dëshmuar edhe Granit Plava, i cili ka trënditur me deklaratën e tij kur ka thënë se Bexhet Pacolli, sipas Naim Urselit, ishte në dieni për rastin. Pas pak më shumë se një muaj u risollën në gjykatore. Vetë se këtë enjte, dy nga të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt e lirojnë sallën e gjyqit më të nisur seanca. Aty mbeti vetëm bashkëshorti i saj, Naim Urseli, që vazhdoi mbrojtjen e nisur me 29 janar e 11 shkurt të këtij viti, duke cilësuar ngjarjen si grabitje. Për kësaj radhe trupi gjykuese ballafaqoi me fotografi të së ndjerës e me stëliari të cilat nuk ju grabitën. Vetëm telefoni ju ka kërku grabitsi? Jo, fillimisht paret, po kur... Fillimisht ju ka kërku paret? Po, këtë sene thatë që të një. Këtë sene thatë që të një? Edhe unë i thash Liridos jepje këtë qka ki. Mirë. Për pare kisha fjallën. Për pare kisha fjallën. Po ashtu deklarata ati se fëmijët u larguan nga e njëjta derë nuk përkënte me provat në terren. Nuk më kujtohet sakt. Ky madje e la fajtore gruan e tij që sipas tij e detyroi të ndalje në momentin kritik, kur fare lehtë mund ta evitonte dorasin. Po edhe domethënë moment shok aty nuk. Ka qenë moment shoku dhe nuk e di. Nuk keni ditë si të veproni. Ajo tha nalo në nala. Vendimi gabum, por kështu ndodh. Nuk më ditë si me vepru ndryshe. Pastaj deklaroi se i tha Liridonës në suedisht që t'ja jepte paratë dhe dal nga vetura. Mirë po mohoi se e ktheu kokën apo e pa të ndjerën kur dëgjoi krisma të armës. Gjatë asaj kohës sa i keni marrë, ke qenë duke ikë me fëmin. A ke kthy ndonjëherë kokën pas me pa është Liridona? Jo, kur ka ndodhur krisma nuk e kam kthy kokën mbrapa. Kam vazhdu me vrapu. E atë armë ky faktikisht ja bleu Granit Plavës vetëm një ditë para ngjarjes kritike, duke thënë se ai pretendonte se do ta shiste dy fish të nesërmen. Kur na tregoi ajo armën, shitsi, dhe na caktoi çmimin, unë e pyeta apo ju pëlqen, Granitin e pyeta apo i pëlqen arma. Dhe ai tha po, tha nesër tha këto është tha dy fish. Edhe aty u morëm vesh që unë ta paguaj. Në fund kushtoi se nuk di për lëndimin që tani e ndjera Liridona Ademaj kishte në dorën e majt. E pas ti dëshminë e dha edhe dorasi Granit Plava që tash thot se ky nuk e kreu vrasjen, por vetëm e mori përgjegjësinë me urdhër të Murselit. Edhe ka thonë veç kemi morë përgjegjësi ti, kur gjë tjetër, ti edhe nga pushteti kemi. Na ka thonë, nuk ka shansa me me kush 22 vjet, ndoshta. Me dhënë 250.000 euro. Rast se i ka i mund 2 vjet për këti. Ai shtoi se ishte thënë se edhe Bexhet Pacolli ishte në dieni për vrasjen që do ndodhte. Ka thonë ai mu, ka thonë se është në dieni edhe Bexhet Pacolli për këtë rast. Vetë ish presidenti i Kosovës e kishte mohuar se ka qenë në dieni dhe ishte distancuar nga i akuzuari Murseli. Një ngjarje e rëndë dhe e dhëmshme është shënuar në fshatin Strac të Vushtrisë ku një burr është gjetur pa shenja jete dhe me djegje të rënda në trup. Rasti është zbuluar pas ditës 25 marsit rreth orës 17 kur ankuesi me inicialet SHI ka hasur në trupin e pajet të viktimës Bejtullah Sufi në këtë fshat. Dyshohet se viktima kishte ndezur një grumbull mbeturinash, por për rrethana ende të paqarta është përfshirë nga flakët dhe nuk ka arritur të shpëtojë.
Në vendin e ngjarjes ka ndalur njësitë policore dhe ekipi mjekësor ku është konfirmuar vdekja. Po ashtu sipas policisë, një tjetër burr është gjetur pa shenja jete në Prizren. Mbetje e mortore të cilat dyshojnë se i takojnë së pakur 4 personave të zhdukur gjatë luftës janë gjetur pas gërmimeve në Rahovec. Mbetjet e shtrore janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime mjeko-ligjore. Nga njësitë kompetente policore dhe institucionet përkatëse janë vazhduar punimet në vendin e cekur dhe gjatë gjurmimeve janë gjetur mbetje mortore të cilat dyshohet se përkasin luftës së fundit. Së fundi, mbetje mortore të 3 viktimave të luftës, Bali Gashi, Fadel Elezaj dhe Masar Dashi, të cilët kanë qenë në listën e personave të zhdukur dhe janë identifikuar nëpërmjet analizës shkencore të ADN-s, janë rivarosur me 27 shkort në Klinë. Një rivarrim ka ndodhur edhe sot në fshatin Krush të vogël, pra një 15 vjeçar është rivarosur sot, trupi i tij ishte gjetur pas një kohë, mirë po familja e saj, nëna e saj, e cila kishte djalin e vetëm, nuk ishte pranuar ta varrosnin me bindjen dhe me besimin se djali i saj një ditë do të kthehet gjallë. Nëna vdiq duke pritur djalin që t'i kthehet gjallë, kurse sot djali i saj është rivarosur. Për vjetorin 27 i masakrës më të madhe në Kosovë mblodhi sërish në Krushë të Madhe. Përveç qytetarëve, politikanëve të shumë prezent aty të enjtën, ishte edhe presidentja Vjosa Osmani. Pas omazheve tek martirjet e dëshmorit, shefja e shtetit e cilësoi këtë si krim me paramendim, teksa shtoi se nuk do ndalet së kërkuari drejtësi. Ky ishte një krim me paramendim. Kjo ishte një masakër e planifikuar. Ishte një akt i qëllimshëm për të shuar jetë, për të shuar kujtesë, për të shuar vetë ekzistencën e banorëve të këtij fshati. Ishte një përpjekje për të shfarosur shqiptarët nga tokat e tyre. Ndërkaq kreu i AK-s Ramush Haradinaj bëri thirrje për forcimin e aleancës me Amerikën që të mos përsëritet historia. Ne do të punojmë që kur mos me qenë pa mbrojtën. Kur mos me qenë Kosova e pa mbrojtën. Tani dohet që populli me ra kurit e drunit e kur kjo tokë mos me qenë e pa mbrojtën. Nëse nuk jemi të mbrojtën, po na përsëritet historia prapë, se na tregojnë gjyshe ka 3 gjyshe që na ka ndodhur. Prej këtu lideret vazhduan për në Krushë të vogël, ku ishte planifikuar ceremonia rivarrimit të Ajvaz Shehut. Mes lotësh, familjarët e të pranishmit i dhanë lamtomirën e fundit 16 vjeçarit, trupi të cilit ishte gjetur para 8 vitesh. Çka më thon, jeta është shumë e dhimbshme, po kur pe di se ku ekziston edhe ku është, barem për mua shumë më lehtë që ta kem. Ndërkaq ministri për punë, familje dhe vlerat e luftës qërimtare Anden Hoti i bëri thirrje Serbisë për hapjen e arkivave për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. E mban të mbyllur në arkivat e saj të errta. Pra, sot janë bërë 27 vjetë që kur është kryer masakra ndër më të mëdha që ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, masakra në Krushën e vogël. Për të diskutuar për këtë krim të rëndë që ka ndodhur para 27 vjetësh në këtë fshat të Ravecit, me mua në studio është Agron Limani, banor i Krushës së vogël. Zot Agron, mirë se erdhe. Faleminderit Thes. Faleminderit shumë që i pjesë emisionit frontal, do të flasim për një dhimbje të madhe. Di që kjo ju ka prek direkt edhe ju, duke qenë se ju keni familjarë të zhdukur. Por po e nisëm bisedën me diçka që paralajmërova edhe në hyrje të kësaj kronike, një ngjarje që sot ka ndodhur, që sigurisht është ngjarje shumë e dhëmshme, dhe që ka të bëjë me varrosjen e këtij djali të ri, 15 vjeçar, 16 vjeçar. Po, ç'është ishte historia e tij? Po, Ajvaz Shehu i takon familjes Nureddin Shehut, dhe është njëra prej familjeve më të dëmtuara si pasojë krimeve serbe që janë bërë në fshatin tonë. Por sa i përket familjes së ngushtë, Zepa Shehu në fakt i është vrarë burri i saj edhe djali i vetëm. Pra Zepa ka qenë djali i vetëm. Djali i vetëm. Pra sa i përket familjes së ngushtë, Zepa ka qenë në përbërje prej 3 anëtarësh. Kjo është Zepa. Po, kjo është Zepa. Mbetjet mortore të djalit të saj të vetëm Ajvazit ka disa vite që janë identifikuar, mirë por kjo nuk i ka pranuar. Pse?
Nuk ka pranuar për faktin sepse e vetmja shpresë e vazhdimit të jetës së saj ka qenë që ta ketë një antar të familjes. Pra, familja për 3 antarëve është reduktuar në 1 antar, në Zepa Sheun, dhe për këtë ka qenë e pa imagjinueshme që të mbetet vetëm e tjetër. Unë kam kontaktuar disa herë me këtë për ta bindur, mirë po ka qenë nuk është pajtuar thjesht për faktin sepse kjo kishte lënë djalin në duart e sërbëve të Krushës Vogël. Është interesant që kur je nda meshkujt, është fjala për të rit, fëmijët e kështu me radhë, djalin e kësaj ja kishte marrur një ish fëmijë i tyre, ishte Zlatan Gjorgjević, një polici Krushës Vogël, dhe kjo ka shkuar në shtëpinë e ish policit, ati policit tek Spira, edhe ka lutur, thot Spir, ma morri djalit djalin. Edhe Spira i thosht, largoj për këtu i kërcënohet sepse gjenë edhe më keq se sa djalit tonë. Kujshia. Po, kujshia faktikisht. Më thonë, për këtë ka qenë pa imagjinueshme të vazhdoj jetën e vetme. Dhe Zepa para disa muajsh ka vdekur dhe pas vdekjes së Zepës në një farë mënyrë është mundësuar rivarrimi i mbetjeve mortore të Ajvazit. Është një rast i rëndë. Absolutisht. Por për fat të keq Zepa nuk ka qenë vetme që ka mbet pa asnjë mashkull. Në Krushë të Vogël janë mbi 10 familje të cilët nuk kanë lënë asnjë trashëgimtar meshkull familjet e tyre. Madje është një së shumë themshme kjo fotografi kur e sheh dhe por është një fotografi tjetër një nën që vajton edhe asoj kishin vrarë 4 djem burri. Jo 4, është kësaj ju kanë vrarë Nexhmie Hajdarit, ju kanë vrarë burri me 5 djem. Ka pasur 6 djem për fat të saj, i vetmi djalë ka qenë pjesëtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ai ka shpëtuar, ndërsa burri me 5 djem të saj janë vrarë. Pra është fjala për Nexhmie Hajdarin. Ju madje e keni shkruar dhe një libër për masakrën e Krushës, e keni quajtur Fshati i vrarë. Po. Do të themi sigurisht do të themi se 7 vite mbrapa për ta kujtuar atë ditë kur ka ndodhur masakra. Çka kujtoni nga ajo ditë? Unë rastisht kam qelluar në shtëpi një ditë përpara, për faktin se kam qenë pjesëtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe me 23 mars kam qelluar në shtëpi, kam marrë fshetas në fshat për të vizituar familjen. Po paraprakisht për opinionin po e jap një pasqyrë të shkurtër. Krusha e Vogël ka pas rreth 1000 banor, prej tyre 90% kanë qenë shqiptar, ndërsa 10% kanë qenë serb. Dhe në 25 mars, në orët e hershme të mëngjesit, përballë fshatit tonë janë vendosur forcat shumëta policore serbe me makinerinë që i ka shoqëruar. Dhe pastaj këto forca kanë filluar të marshojnë drejt fshatit. Me 25. Me 25 në orët e hershme të mëngjesit. Duke i parë marshimin e atyre forcave, natyrisht banorët i kanë shëruar shtëpitë, edhe kanë shpresuar se ndoshta do të plaçkisin e kështu me radhë do të largohen. Mirë, por kjo nuk ka ndodhur. Me 26-in faktikisht komplet popullata e fshatit është rrethuar dhe rrethimin e banorëve të fshatit tonë kanë kryesuar, e kanë udhëhequr serbët lokal. Banorët e serbë të fshatit Krushë. Serbët e Krushës. Cilët ju keni njohur, keni jetuar, keni me cilët ne kemi pasur raporte normale deri në vitin 1989 me rastin e suprimimit të autonomisë së Kosovës. Pas suprimimit të autonomisë së Kosovës, gjithçka ka ndryshuar për faktin se ata janë furnizuar me armë të ndryshme, janë kërcënuar kështu me radhë. Dhe pasi janë rrethuar, janë urdhëruar banorët që gratë dhe fëmijët e moshës në 12 vjeç të shkojnë për Shqipëri, ndërsa pjesa tjetër janë mbajtur me dhunë. Këtu është vendi në një farë mënyrë, këtu është vendi, një shtëpi quhet shtëpia Qazim Batushës, e cila është rrafshuar faktikisht, në cilën paraprakisht ka ekzistuar një shtëpi përdhese, e përbërë prej 2 dhomave dhe një korridor, në cilën shtëpi janë futur 109 persona me 26 mars të vitin 1999. Dhe pastaj në këtë shtëpi janë vrarë, janë ekzekutuar kjo turm, por për fatin ton 6 persona kanë arritur të shpëtojnë
për kësaj shtëpie. Pra në këtë shtëpi personat që kanë arritur më shpëtu. Po. Ai njohin, ai kanë identifikuar ta banorët e Krushës. Po, pikërisht. Sepse libri cili njohet cekat përmban rrëfimet e këtyre 6 personave, janë rrëfimet hyrëse, rrëfimet kryesore dhe ata thonë që të themi kryesisht serbët lokal e kanë udhëhequr këtë valle mortore. Edhe natyrisht i kanë futur në këtë shtëpi, i kanë ekzekutuar pastaj. Tu kryeja masakra e madhe. Po, pikërisht në këtë shtëpi. Sa vetë janë vrarë? Në këtë shtëpi janë vrarë 103 persona me 26 mars e vitin 1999, mirë përparaprakish një ditë përpara janë vrarë edhe 9 të tjerë, por edhe në përfundim të luftës nga minat që i kanë lënë serbët, ka vdek një djalë 12 vjeç. Pra, libri apo monografia Fshati i Vrarë përmbledh apo përmban dëshmi, fakte, argumente, rrëfimet e këtyre që kanë shpëtuar, që kanë mbijetuar mbi masakrën që është kryer, mbi rrethanat që është kryer dhe ata të cilët i kanë kryer. Por këto janë viktimat e këtij terrori për cilën ti po flet. Po, për shumë edhe a ka dhe për shumë edhe gra. Jo gra në ka. Nuk ka. Jo gra në ka. Do që kam e ples mendova që. Jo. Pra janë 113. 113 po. Duke filluar moshat. Mosha prej 12 vjeç deri në 77 vjeç. Shikoni, Krusha e vogël është një fshat relativisht i vogël. Edhe cilat janë parmasa tragjike të kësaj masakre nëse e kthejmë në këson përqindje. Rreth 70% të meshkujve nga mosha 13 vjeçar deri në moshën më të shtyr janë vrarë. 70%, jo 17, 70%. Pra. Më thënë, është bërë gjenocid në nivel lokal. Mund krahasohet padyshim me Srebrenicën apo me Vukovarin. Tërë kjo ka qenë dhuratë e ish fqinjeve tanë, të cilat njerëzit nuk kanë dyshuar që mund mi bëjnë. Unë do ta cek edhe një gjë që në ditën sikurse e ceka kam arritur, në fakt kam synuar t'i largoj një pjesë të rinjve. Një ditë më herët. Po një ditë më herët me 25 mars, mirë po ka qenë pak e pamundur, kanë hezituar për faktin se njerëzit thonin, po ne jemi civil, ne jemi pa mbrojtur, ne jemi pa armatosur, ne jemi me gra, me fëmijë, sepse në mesin atyre kishte gra shtat zona, kishte gra lehona kështu me radhë, do thotë bile në një moment u detyrova t'ju them kështu, kuptojnë një fakt, që tradicionalisht serbët kanë sulmuar njerëzit e pambrojtur dhe të armatuar, domethënë, edhe në këtë kontekst e pata përmend rastin e Raçakut që ndodh një muaj e gjysmë më herët, pastaj ishte rasti i Rogovës së Hasit dhe disa raste që ishte, domethënë, mirë po kanë besuar që nuk mund të bëjnë ato që realisht e banë një ditë më vonë. Ta them të drejtën, edhe unë nuk kam besuar që vritin edhe fëmijë 12-13 vjeçarëse, po. Një njeri normal nuk e mendon ato çka këta kanë bërë. Po. Ka qenë e pa imagjinueshme, sepse asnjë shkak nuk kanë pasur të vrasin këtë masë njerëzve pa faqe. 12 vjet. 12 vjeç. Shkoku do të më pas. Në mesin e tyre është vrarë edhe një djalë i argjës tim i cili ka qenë invalid, domethënë i hendikepun fizikisht edhe mentalisht. Është vrarë një person i cili ka qenë i palevizshëm. Edhe shpesh kam thënë kështu, çfarë rreziku mund ta ketë një shtet apo një popull për një personit paralizuar apo për një invalidi. Mirë, por nuk kanë zgjedhur. Po. Më pas, përpos krimit që kanë bërë përvosës e tyre, më pas kanë ndodhur edhe përpjekja për me mshef krimin. Po. A janë gjetë krejt, apo sepse sot u raportua që janë gjetë dombëtje mortore në Rahovec? Këta 113 që janë këtu, a janë të gjithë varrosur? Jo, për 113 gjermëtani janë varrosur vetëm 53. Do të thotë sot është i 53-shi, ndërsa 60 ende figurojnë si persona të zhdukur. Do të thotë pjesa më e madhe e tyre figurojnë si persona të zhdukur. Në vendin ku është kryer masakra, është interesant aty janë bërë 2 gropa të mëdha dhe pjesët e asaj shtëpisë ku është kryer masakra janë hudhur në lumin Drini i bardhë, pra gropat janë bërë me qëllim që të krijohet përshtypja sikurse ajo është rezultati i sulmeve ajrore të NATO-s, do të thotë në shifrat krejt. Është një artikull i gazetës Rilindja ku fomat i dërgonin për Drinj. Po. Pra, këta i kanë masakruar, i kanë vrarë më pas? Po. Ky rast ka të bëjë me një rast të kufomave nga Krusha e Madhe. Me 26 mars pjesa mbetur e popullatës së Krushës, do thotë fëmijë nën 12 vjeç dhe gratë,
detyrohen dhe kalojnë përballë një fshati Bregu i Drit quhet, Bregu i Drinit, i cili është përballë fshatit tonë. Mirë po, me 27 mars, një kamion i mbushur me plot kufoma, rreth 50 kufoma shqiptar nga Krusha e Madhe, serbët e Krushës Vogël i marrin atë kamion dhe e sjellin mu përballë fshatit Bregdri. Për fat të mirë, kretë këtë skenë makabër e shikojnë popullata e Krushës Vogël, e cila një ditë përpara kishin dalë. Edhe është interesant që këtë masë të vrarëve e sjellin te Bregu i Drinit 4 serb nga Krusha e Vogël. Në mesin e tyre ka qenë edhe Darko Tasić, një serb i cili është arrestuar vite më parë dhe është dënuar, që për fat keq minimal. Në fakt në shkallën e parë dënimit është dënuar me 22 vite nga gjykata. Po, mirë po në shkallën e dytë i është reduktuar në 11 vite dhe si popullat e Krushës Vogël dhe Krushës Madhe ne kemi shprehur revoltën për faktin se si është e mundur një njeri i cili ka djeg rreth 50 kufoma dhe në mesin e tyre ka pasur edhe persona plagosur dhe atë masë njerëzish të vrarë i ka hedhur në lumin Drini e Bardh, nga 22 vite i është reduktuar dënimi në 11 vite. Është interesant që ky reduktim lidhet edhe me një emër, trupi gjykues i cili ka qenë në përbërje prej 2 shqiptarëve dhe 1 serbi, është udhëhequr nga Krishnik Radoniqi në atë kohë, i cili aktualisht është shef i KQZ-s. Po. Për ne sjellja e Krishnikut dhe ata ka qenë jashtëzakonisht e papranueshme përkundër revoltës, reagim mirë, por nuk kemi pas ndonjë sukses. Po më intereson, a jeton ai serb tash në Krush? Ai serba jeton? Jo, në Krushë të Vogël nuk jeton asnjë për faktin se në qershor 1999 ata kanë ikur, kanë plaçkitur gjithçka. Është interesant edhe një fakt që harrova ta ceki që pasojat e tjera 145 fëmijë jetim kanë mbetur si pasojë dhe 82 gradë veja, prej 150 shtëpive vetëm 8 shtëpi i kanë kursyer serbët, të tjerat krejt i kanë rënë, po është interesant që para se t'i rënojnë, apo para se t'i djegin shtëpitë e shqiptarëve, serbët i kishin plaçitur të gjitha. Për faktin se të gjitha ato mjetet, orendi, televizione, kështu me radhë kemi gjetur në shtëpitë e serbëve. Do thotë paraprakisht i kanë plaçkitur, edhe natyrisht nuk kanë mundur t'i bartin gjitha në Serbi kur kanë ikur, sepse aq shumë kanë plaçkitur, ato i kanë lënë. Pse Krusha? Pse ka ndodhur kjo masakër në Krusha? Ka një arsye, a keni bën ndonjëherë këtë pyetje? Nuk e dim. Për ne është ende dhe pas 27 viteve, nuk e... Ata e dinë më mirë. Thjesht, ata që e kanë kryer këtë masakër e dinë më së miri. Janë fotografi të shëndetshme që na vijnë nga Krusha. Tu është Hysha Shehu, së cilës ja kanë vrarë burrin dhe 2 djemt, dhe nuk ka asnjë mashkull më në shtëpi. Do thotë, edhe kjo është njëra prej atyre familjeve që kanë mbet pa trashëgimtar mashkull. E vajza ka? E ka një vajzë. Ka pasur 2 vajza, 3 në fakt. Një vajzë i ka vdek pas lufte, edhe faktikisht i ka 2 vajza të martuara, por në shtëpi jeton e vetme. Është grua rreth 70-ave, në mos më madh, 75 ndoshta. Ju keni humbë vllahun tuaj në këtë masakër apo? Unë në këtë masakër kam humbë 4 anëtar familjes. E kam humbur babën, kam humbur vllahun, Axhin dhe djalin e Axhës. I cili për një kohë kanë qenë të zhdukur edhe këta. Po, zhdukur, po prej këtyre 4-ve vetëm vllau, aty në fotografi është foto me rastin e rivarrimit vllau 2012-ën. Vetëm vllau Leoni është identifikuar dhe është rivarrosur, gjërsa 3 anëtar tjerë të familjes mbeten ende të zhdukur për atë pa identifikuar si mbetje mërtore. Qysh është sot Krusha, 27 vite mbrapa? Po Krusha është një vend i zbrazur për faktin që pjesa dërmuese e meshkujve mungojnë, edhe jo rastësisht e kemi quajtur librin Fshati i Vrarë, është një fshat i cili në një farë mënyrë është vrarë prej ish fqinjeve tanë, dhe është një fshat i cili lëngon është në gjendje mjaftueshme, thjesht është fshat i zbrazur për shkak të mungesës së meshkujve kryesisht.
A kanë bërë diçka institucionet e Republikës të Kosovës për Krushën, për gjithë këto viktima, gjithë atë vramë të masakruar? A bërë diçka nga institucionet edhe në përpjekje për të zbardhur fatin atyre që mungojnë, por edhe për t'i dënuar ata që i kanë kryer këto krime? Duke qenë se këta po dihet kush e ka kryer. Shiko, ne kemi një listë për 56 persona të dyshuar të cilët kanë marrë pjesë në këtë masakër. Që janë banor? Kryesisht janë serb, 53 janë serb të Krushës Vogël dhe 3 në Rom të Krushës Vogël të cilët kanë ikur me serb. Dhe ne kemi pas një problem me autoritetet tona vendore, sepse pavarësisht që atë material ju kemi dorëzuar në atë kohë unë mikut, e vërejtëm një gjë që autoritetet ndërkombëtare qëllimisht e prolongonin hetimin e atyre që ishte të dyshuar për krime lufte. Për faktin se ishte bindja jonë e thellë se me kalimin e viteve një numër i dëshmitarë do të diste, pastaj do të zbeheshin dëshmitë e kështu me radhë. Libri i cili e ceket jo më herët përmban dëshmitë rreth 60 personave, por rreth 20 persona nga ajo libër tashmë gjeten mesën e personave të vdekur. Pastaj autoritetet tona në fillim pas shërimit vazhdimisht janë arsyetuar se ne nuk kemi kompetenca, mirë po pavarësisht që ata nuk kanë mund të procedojnë këto lëndë, kanë pasur mundësi t'i arkivojnë. Mirë po kohët e fundit megjithatë, jo kohët e fundit, po ka disa vite që kanë filluar dhe autoritetet tona të mirën me hetimin. Dhe problemi është që komplet ose tërësisht ata persona që dyshohen për këtë masakër janë jashtë Kosovës. Kjo është një handicap i joni i cili, sepse problemi post tjerë është arrestimi i tyre leq është një favor për familjet, është një sjellje drejtësisë, po ndihmon edhe në identifikimin e personave të zhdukur sepse këta janë ata persona që në momentet e fundit din çka kanë bërë me ata. Din ku kanë çuar ata trupa. Domethënë janë qeles për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, e që fatkeqësisht numri i tyre është 60. Qysh është pra komunikimi këtyre familje, përfshirë familjen e juve, pra që keni humbur në luftë, por edhe atyre që ju mungojnë familjar tash? Çka shpresojnë, çka presin, çka thonë ata? Që bën 27 vjet. Është një gjendje pa shpresë se do të ketë diçka. Fakti që mbetjet e asaj shtëpie ku është kryer masakri janë gjetur te mbrek të lumit Drini i Bardh, është një dëshmi se shpresa se do të gjenden ndonjëherë për atyre 60-ve janë shumë të vogla. Domethënë janë goxha e në zbehur shpresat. Nisëm këtë bisedë duke përmendur zonjën që ka humbur djalin e vetëm dhe ka shpresuar gjithmonë që do të kthehet i gjallë. A ka hala familje ose prend ose që shpresojnë që familjarët e tyre, fëmijët e tyre janë gjallë dikun? Jo, tash nuk mendoj. Mendoj mbas lufte ka pas mjaft familje që fatkeqësisht ajo shpresë e tyre është keq përdorur pastaj edhe për shqiptarëve që kanë pas që kanë pas shqiptarë që kanë pas lidhje me kanë bashkëpunuar me Serbi. Mesin e tyre ka qenë edhe Zepa, e cila disa herë ka shkuar në Serbi e ndjera dhe shkreta, edhe ka dhënë tolla e kështu me radhë. Ka plot familje që vërtet janë keq përdorur prej atyre të themi intermediatorëve mes viktimave dhe ndërmjetësuesve dhe atyre që kanë kryer krimin. Mirë, por viteve të fundit janë pajtuar që nuk ka shpresë. Unë dua të them edhe një gjë ndoshta që të bëj edhe një lloj apeli për familjet sa i përket identifikimit të këtyre, në mas madhe siç e cekëm ne, provat apo faktat luajnë një rol të rëndësishëm në përafrimin se kush janë akterët të kësaj masakre apo masakra të tjera. Ne kemi pas problem gjatë mbledhjes së dëshmive për faktin se populata jonë së pari nuk është ndihmuar prej autoriteteve tona. Pastaj kur kemi provuar që t'i marrim këto fakte, ka pas hezitime të mëdha.
Një prej atyre hezitimeve ka qenë se nëse eventualisht ju gjatë dhënies së dëshmive bëni ndonjë gabim, do të penalizoheni, do të ndiqeni penalisht e kështu me radhë, edhe ajo në një farë mënyrë i ka handikepuar. Dezinformatat e tjera ose të themi synimet e tjera destruktive kanë qenë, po nëse kthehet Serbia, çka do të bëni ju? Që po jepni këto dëshmi. Ose ka pas të tjera, të themi tendenca që po ju nëse shkoni ndonjëherë në Evropë, tek të afërm dy ju, çka do të bëni? Domethënë është bërë. Ka po këto pyetje këtu. Këto zakonisht këto lloj presionesh destruktive vinin nga një numër i vogël njerëzit, po që ishin shumë të zhurmshëm. Pastaj diskutonin po nisën prej vetes. E keni ide në agroni sa para është duke i marrë për faktin se po i mbledh këto dëshmi. Edhe pse 27 vite asnjë cent nuk ka marrë për këtë, po nuk është për... Pra, autoritetet tona, unë mendoj që është dashur të stimulojnë dëshmitarët. Për shembull, kur Euleksi ka mbledh fazën e parë i ka mbledh dëshmit, shumë për dëshmitarë ndoshta nuk kanë pasur mundësi të udhëtohen deri në Prishtinë për faktin se ta kanë thirrë eja me dhënë dëshmi dhe ardhje e një fshatari për Krushëzor. Goxha e kushtueshme mundishme kështu. Edhe disa herë kam thënë që nëse autoritetet serbe financojnë fabrikimin e gënjeshtrave, mbi të cilat janë formuar dhe gjykata speciale, ne jemi dëshmitar çfarë narrative ka krijuar Serbia, duke e balansu deri diku, autoritetet tona duhet të gjejnë mundësira, duhet të gjejnë mjete të stimulojnë dëshmitarët. Pavarësisht për faktit që një numër i konsiderueshëm për tyre ka vdekur, megjithatë edhe këta që janë, mendoj që mund të kontribuojnë shumë në... Andini, a punoj gjatë kësaj kohe që sa ishte në kryet e komisionit, a u angazhu? Andini është angazhuar, po tash jemi real... zbarja e fatit personat të zhdukur nuk po varet vetëm prej palës Kosovës. Ajo në radhë parë varet prej palës serbe, e cila është mjaft destruktive. Ata s'donë kur me zbardh krimi që i kanë kryer vetë. Natyrisht. Jemi ka fundi i kësaj bisede, po më intereson sepse sigurisht është shumë e rëndë fakti që këtë masakër e kanë kryer banorët e fshatit, pra të cilët ju keni jetuar në të njëjtin fshat, jeni në Juftë, a kanë vend serbët tashmë këty në Krush? Po, kanë vend. Edhe me zi i presim, më këthuj. Po, fatkeqësisht nuk po kthehen. Me zi i presim t'i sjellin para drejtësisë. Para drejtësisë. Po, ke që kuptova në që kanë jo, e kuptova. Mirë, për me zi presim që t'kthehen. Po, për fat keq, vetëm një ka hyrë disa vite përpara dhe ajo është sjell para drejtësisë. Për fat të keq të tjerët nuk kanë atë... Shiko, pavarësisht asaj çka është bërë në Krush, Dvol, Krush të Madhe e kështu me radhë, ne jemi dëshmitarë që ne nuk kemi parë asnjë lloj pendese apo asnjë lloj keqardhje prej serbëve. Ne jemi dëshmitarë që ata vazhdimisht kenë për rrjetet sociale e kështu me radhë, nuk shprehim keqardhje për atë që kanë bërë. Por vetëm pendesa e tyre është nëse na vije rasti, jo 15.000, do t'i vrasim 150.000. Por janë serbë të cilët komentojnë nëpër rrjetet sociale, banorët të Krushës, ata të cilët jo, ata kryesisht pra edhe të tjerët. Po. Po që janë gatshëm për me kryet. Po, gatshëm do thotë po. Domethënë nuk kemi pa asnjë lloj pendesa apo keqardhje për atë që kanë bërë. Domethënë nuk është kryer rastësisht, nuk ka qenë rastësishme kjo. Po. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit edhe për jush. Ndërkohë, shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Flasim për një luftë, për një luftë që është duke vazhduar mes Izraelit dhe Iranit bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë është propozuar një plan që vjen nga Washingtoni, plan i cili përmban 15 pika. Mëngjesi i kësaj tajte nisi me zhurmën shurdhuese të sirenave në Abu Dhabi. Raketat balistike iraniane kishin si objektiv zemrën e sistemeve të sigurisë në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Edhe pse u kap nga sistemet e mbrojtjes ajrore, njëra prej raketave ra mbi një zonë të banuar duke shkaktuar vdekjen e 2 personave dhe plagosjen e 3 të tjerëve. Incidenti la pas edhe dëm me materiale përfshirë disa automjete. Ky nuk është sulmi i parë. Sipas zyrtarëve arab, Emiratet e Bashkuara Arabe janë përballur me mbi 2100 raketa dhe dronë të lëshuar nga Irani që nga fillimi i konfliktit në rajon. Megjithatë, Ministria e Mbrojtjes thekson se shumica e këtyre sulmeve janë neutralizuar nga sistemet mbrojtëse. Në të njëjtën kohë, autoritetet kanë shpërsuar kontrollin mbi informacionin, duke arrestuar mbi 100 persona për publikimin e fotografive dhe videove nga vendngjarjet, një veprim i ndaluar për arsye sigurie. Kjo klim tensioni ka shtyrë Emiratet të forcojnë bashkëpunimin e tyre të sigurisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa paralelisht përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit po vazhdojnë. Washingtoni ka propozuar një plan me 15 pika, ndërsa Teherani një tjetër me 5. Megjithatë, dallimet mbetën të thella, duke bërë kompromisin ende të vështirë. Plani amerikan raportohet se përfshin një armëpushim një mujor, çmontimin e objekteve bërthamore iraniane, dorëzimin e uraniumit të pasuruar dhe vendosjen e kufizimeve mbi programin raketor. Në këmbim, Irani do t'i ofrojë lehtësimi sanksioneve dhe mbështetje për zhvillimin e energjisë bërthamore civile. Një pikë kyçe e përplasjes të mbetet ngushtica e Hormuzit, një rrugë strategjike për tregtinë globale të energjisë, të cilën Irani e kontrollon dhe ka kërcënuar ta bllokojë. Zyrtarët amerikanë insistojnë se Teherani nuk duhet të zotrojë armë bërthamore, ndërsa Irani mohon këto synime dhe refuzon çdo negociat për programin e tij raketor. Sipas analistëve, edhe pse propozimi amerikan është ambicioz, arritja e një marrëveshjeje mbetet e vështirë për shkak të dallimeve të thella mes palëve. Si i rrjedhoi, situata mbetet e paqëndrueshme dhe ditët në vijim do të jenë vendimtare për zhvillimin e konfliktit. Këtu po japim fund për sot emisionit të Frontal, gjithmonë duke i falendëruar që qëndron me televizionin të shtop, por duke i kujtuar se pas pak ju pret shpendim emisionin të i kanapej, kurse në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.